17 qershor, ngrirni luftoni për vendin tuaj. Presidenti Donald Trump është kthyer urgjent nga samiti G7 në Kanada nga gjendja e jashtëzakonshme në konfliktin midis Izraelit dhe Iranit. Çfarë mban Edwinin ende e martë në Manhattan, kur ka ardhur për një dasëm të Sorosit që në datën 12 qershor, dark money, paratë e zezë, takimi me oligarkët e tij këtu, me investitorët e fshet ku ai ishte aksioner, apo si vjet kur pat vizitat klinike të përvitshme dhe një dashuri e çuditshme, një etje për një jetë salloneve mondane për një person që e urren Shqipërinë. Në 12 vite në pushtet, mund të jenë me vite të tëra që ai ka qenë vizitat tilla mondane. Natyrisht që për mua duket e habitshme se si kur vjen një vizitë private, do të kesh mbrojtjen nga Secret Service, shoqëruar nga makina SUV. Pra në fakt nuk e ardhur zyrtarisht. Kam kontaktuar me stafin e Bill O'Reilly të madh dhe përgjigjja ka qenë që me ligj gëzon mbrojtje nga shërbimi sekret Secret Service të gjithë kryeministrat apo ish drejtues lider botror edhe kur vinë me vizita private. Por mbrojtja ka 3 kërkesa. Një mbrojtje që bëhet me kërkesën e autoritetit të presidentit, e dyta është nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ai që quhet sigurimi diplomatik, dhe e treta është Secret Service nën Departamentin e Thesarit. Në pyetjen që i bëra sot në mëngjes në faqen time, pyeta që kush ka qenë urdhri për mbrojtjen nga Secret Service për Edwinin. Tek Thesari drejton si sekretari një open gay dhe ish ortak i George Soros. Natyrisht që mbrojtja u dha nga Departamenti i Thesarit, nga Secret Service. Duket diçka që nuk shkon, shpenzohen miliona dollar për të mbrojtur sepse dihet se sa kryeministra vinë ndalojnë kur liderit e BE-s mbas zgjedhjeve ishin në Shqipëri, në Tiranë, kryeministri grek ishte këtu në New York, edhe pse u tha sikur pas kërkej ardhur këtu për të mbrojtur kandidaturën e Greqisë në një post në OKB, në fakt ai erdhi se diplomoi i biri. Konkretisht, në një vizitë jo afër zonës ku unë jam, ishte i shoqëruar nga Secret Service, natyrisht shumë herë më shumë se Edwini ynë. Përse Trump u kthye më njëherë? Edhe në samitin e kaluar kur Trump ka qenë president mandatën e parë, në Kanada la shije të keqe dhe duken sikur liderët e G7-s u tallën me të dhe u larguan, nuk firmosi atë që quhet komunike. Këtë radhë problemi është ndryshe. Trump nuk ka strategji. Trump nuk thot diçka që po të bëj këtë, si pasaj do të vi kjo. Ai qëndron tek ajo e tashmja. Po ta vini re, Netanyahu duket se nuk e pyeti kur ndërhyri ushtarakisht në Iran. Trump vazhdonte me idenë e paqes, marrëveshjes, në nënshkrimit nga Irani. Mbase kjo e dërgoi Netanyahun të shkonte në ekstrem. E kemi thënë në fokus që Netanyahu do të godiste. Dhe Trump doli keq, duket sikur nuk e pyet kush, por megjithatë u tha që 200 avionët ushtarak të Izraelit janë furnizuar në ajër nga avion amerikan. Por këto janë thënie të media, sepse sekretari i shtetit tha që ne nuk kemi pasur asnjë pjesë. Trumpi, pa u nisur në Kanada, ende vazhdonte që Irani do të ulet, do të firmos. Pra kërkon të jetë në qendër të vëmendjes. Pastaj kthimi urgjent duke thënë që duhet të evakuohen nga Teherani, çka do të thotë që ndaj Teheranit do të ketë sulme. Media këtu krijon idera sikur Trump e ka ndaluar
vrasjen e Ajatollahut. Mundet të jetë drejt e vërtet mbase jo. Ka qenë një përplasje me Tucker Carlson dhe Steve Bannon. Tucker Carlson është një person që ka qenë shumë afër zotit Trump, i cili u pushua nga Fox News sepse mbështeste vjedhjet e zgjedhjeve pa baza, pra ka gënjur dhe Fox News pagoi mbi afër $800 milion gjop, ka krijuar një media të tij dhe emisionet e para kanë nisur me Trump. Shumë emërime në kabinet kanë marrë pikërisht inicje nga Tucker Carlson. Por në këtë radhë, Tucker Carlson, i cili njihet si pro-ruse për Putin, kërkon të ndalojë Trump që të ndryhy dhe i tha që ti je bashkëpunëtor me krimet që po kryen Netanyahu dhe kjo do të jap fund presidencës tënde. Trump natyrisht nuk pyet. Do të ishte shpotitës dhe ofendues. Gjej në një kanal televiziv flasët që në fakt ai ka 1 milion, 2 milion shikues dhe ka shikuesit real të magas. Tani Trump do të mbledh urgjent Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Këshilli i Sigurisë Kombëtare Trump këtë radhë është shumë i dobët. Hekseth, sekretari i Pentagonit, inkompetent, pa përvojë, cinik, skandaloz. Rubio, i cili ka 4 poste, por që deri tani ka qenë vetë se një altoparlant i zotit Trump. Kaq janë shkarkuar 100 vet nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Pra Amerika nga ana e sigurisë kombëtare gjendet në një situatë të keqe. Dhe ambasadori Bolton, me të cilit kam shpesh kontakt, do të më thoshte që Trump do të provohet kur të ketë një krizë reale. Ka qenë Boltoni, që e ka sugjeruar Trump të dilni nga marrëveshja me Iranin, marrëveshje e nënshkruar nga Barack Obama, dhe ka qenë Boltoni që ka sugjeruar të vritej Sulejmani. Dhe ishte një lëvizje shumë e mirë e Trump për daljen nga marrëveshja me Iranin. Të gjithë kryeministët e NATO-s kanë mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Rama skandaloz, puthet me Alex Soros në një dasë mondane ku janë të gjithë anti-Trump, të gjithë anti-amerikanët, të gjithë anti-kom, të gjithë anti-familjes, kundër vlerave njerëzore, në plazhet e Hamptons, Southampton. Para 2 orë, 2 orë e gjysmë, driving, duke thurë me makinë nga. Të vish në Amerikë edhe vizitë private, pa diskutim do të kesh kontakte me zyrtar amerikanë. Mjafton një telefonat në departamentin amerikan të shtetit. Dhe këto ja them nga përvoja ime, kryeministri shqiptar është në tavë. Dikush do ta pres, nuk ka rëndësi. Vindet dikur, e kam thënë, presidenti Mejdani dhe priti nën sekretari i shtetit. S'ka rëndësi. Ne nuk jemi Franca, Anglia, Britania, Italia. Dhe kur edhe Kurtit i kërkohen 50 refugjat në muaj, apo falenderohet Kurti dhe Maqedonia, Trump, administrata e tij as nuk e kërkon dhe as nuk e ka fare në objektin që ekziston Rama. Ai mund këtë pritur shumë gjëra. Përfundoi si vizita Vučić. Rama nuk është budalla që të vi thjesht për një dasëm këtu. Kushner, Diku, Grinelli, ëndra për Mar-a-Lago, apo prallat që telefonatën e Trumpit me liderit e BE-s tek ambientet e Rognerit e ka iniciuar Rama. Vazhdon fuga me idetë e Gestapos të informacionit Goebbelsit me idiotliqe të tilla. Niks. Ka synuar telefonat kur Trump ka fituar. Jo. Ka kërkuar vizit, ka kërkuar të shkojnë në Mar-a-Lago. Dhe mundësia shumë e madhe, siç thonë nga njerëzit rreth tij, ka qenë i korrusur, i mërzitur. Urojmë që nga ana shëndetësore të mos ketë probleme. Por është e tupshme edhe për mua që jam shqiptar dhe për shqiptar amerikan.
dhe me këtë vizitë private tek anti-njerëzimit, anti-Trump Soros dhe asnjë kontakt zyrtar me administratën, tregon vetëm që është klysh e Soros. Kaq. Kjo administratë është ndryshe. Natyrisht që krizat ndërkombëtare e largojnë vëmendjen nga Shqipëria, nga Ballkani. Përmendi Trump diçka me Kosovën, sikur don të thotë që e njeh situatën, por kaloi në një nga ato idiotliqet e tij që unë ndala konfliktin Kosovë-Serbi. Jo zotëri. Dojet të merrje veriun e Kosovës sepse ishte ideja që do të merrje ti, Rama dhe Vučić çmimin Nobel. 3 idiotësi në një çast. Ta ajo që nënshkruan në White House nuk prodhoi asgjë. Natyrisht, po të kesh vëmendje zgjidh shumë gjëra. Por janë ato telefonatat me Putinin që janë shqetësuese. Por fatmirësisht, siç më ka thënë ambasadori Bolton, Trump jumps 10 minuta rinë një subjekt në një moment. Kalon. Tani është Izraeli, Irani. Ky është problemi kryesor. A i jep fuqi Kinës të marrë Tajvanin? A do të përparojmë shumë Putini, i cili nuk të rrhiqet dhe duket që kërkon gjithë Ukrainën tashmë, jo vetëm ato pjesët 20-25% që ka marrë? I gjithë problemi është se si do të duket Trump në arenën ndërkombëtare. CNN është kanali majt, radikal, komunist për mua. Nuk e shikoj kurrë. Pak për të parë idetë e strukturës. 81% e gjermanëve me polle nuk besojnë tek zoti Trump. 78% e francezëve nuk besojnë tek ai. 67% pra shumica e popullit evropian nuk ka besim ndaj Trump. Flip flop, ndryshon. Taco, Trump always chicken out. Ndaj ai kërkon të dalë të portretizohet i fortë. Organizoi një paradë, që nuk ka ndonjë problem, por nuk ka se si ushtria amerikane të parakalojë si ushtri diktatoriale. Do kthyen bumerang. Nuk kishte pse, është kryer paradë kur mbas luftës parë të gjirit. Tani nuk kemi në një luftë. Dhe Trump duket sikur po shfaqet i dobët. Dikush i tha që u organizuan 1500 vralli, samite, protesta, no kings. Jo mbretër, dhe thonë nuk jam mbret, unë nuk bëj dot asgjë, më ndalon Senati, më ndalon Kongresi. Natyrisht që 77 milion vetë votuan për Kamala Harris. Ata e urrejnë zotin Trump. Por faj kanon dhe tek zoti Trump, i cili flet me hiperbola, i provokon. Bill O'Reilly ma ka thënë që mos dëgjo dhe mos lexo çfarë thotë dhe çfarë shkruan Trump. Shiko çfarë bën. Kufirin e ka mbyllur, çmimet e energjisë po bien. Papunësia gjithashtu e kontrolluar, inflacioni kontrolluar, gjërat po shkojnë mirë. Karakteri i tij që flet dhe skandali shkojnë në përplasjen me Elon Musk. Përse e majta nuk pranojnë që një si Elon Musk, që nuk është pjesë e qeverisë, jetë këshilltar brenda Shtëpisë së Bardhë. Por Roosevelti, që pa të marrë një britanik, Hopkins, i cili edhe ka jetuar brenda Shtëpisë së Bardhë dhe ka përpiluar plane me detaje për luftën e dytë botërore, kjo tolerohet dhe Musku jo. Musk sakrifikoi pasurinë e tij. Dhuroi $290 milion. Por Musk gabon kur thotë që ti fitove nga unë. Jo zotëri. Edhe pa Pennsylvanian, Trump ishte fitues. Musk kam shumë fuqi se Trump me veprimet e tij autoritare tek biznesi që drejton. Trump nuk e ka. Nuk është king. E kontrollon Kongresi, e kontrollon Senati, media, ti jemi realist. Sharit e Musk ndaj Trump e kaluan masën. Trump ishte më i tërhequr, edhe pse ju përgjigj. Por problemi është tek ata që e kontrollojnë Trump. 20-20 projekti. Duket sikur Trump është i dobët në qoftë se do të pranojë që Musk është fitues ndaj tij. Ndaj e kanë nxitur
tragoj dhe synohet një pajtim midis Musk dhe Trump. Nuk do të jetë një marrëdhënie siç ishte më parë, por në bazë të respektit reciprok. Pa diskutim, Trump është njeriu më i pushtetshëm në botë, Elon Musk është njeriu më i pasur. Elon Musk e di që e majta kërkon të hajtë gjallë. Nuk mund të shkojmë më të ata. Ka shumë të përbashkë Elon Musk dhe Trump, janë sinonim. MAGA i dot 2. Ndaj mendoj që pajtimi në këtë çast të kësaj krize do të ishte një plus i madh për zotin Trump, të tregojë që është i fortë realisht, gjithashtu dhe për zotin Musk, që mund të shpëtonte shumë nga shkatërimi dhe rënja stokut të kompanive të tij private. Duket se Musk ka filluar ta bëjë kthes, ka kërkuar ndjes me disa Twitter pasi ka folur dhe është takuar me zotin Trump, ndërkohë që gjithë bota pret se çdo të ngjas. Kryeministri i Kanadas, shumë i zgjuar, ashtu si dhe kancelari gjerman, trajnohen përpara se të takojnë Trump. Nuk duan të krijojnë probleme, e njohin karakterin e tij, e njohin narcisizmin e tij, por pranojnë faktin që është njeriu më i pushtetshëm në botë. Vetëm ai mund ndaloj luftën. Dhe në Ukrainë mund të jap zgjidhje dhe në Iran, sepse është komandanti i fuqisë më të madhe ushtarake në botë. A do të mundet Trump të lërë pas një trashëgimni politike suksesi, apo do të shtoj? Krizat tregojnë realisht forcën e një lideri. Ai që quhet Deep State nuk është dukur. Janë ata, Amerikanë, patriot, atdetar, që duan kombin, vendin, pronën, familjen, që mbajnë këtë vend të madh. Në përplasjen midis Izraelit dhe Iranit, më vjen keq që ka shqiptarë që mbrojnë Iranin. Nuk është në diskutim as kultura, as muslimanizmi, as populli iranian. Është një qeveri diktatoriale që ka shtypur popullin e vet dhe kërcënon me zhdukjen e Izraelit. Izraeli mbështetet nga amerikanët, një mbështetje që nuk hikën kurrë. Ndaj nuk tërhiqet derisa ta shkatrojë përfundimisht kupolën e shtetit autoritar fetar të Iranit. Irani ka mundësi ta dëmtojë, edhe pse nuk ka ende një armë bërthamore, ka uranium 90% të pasuruar, me sasi të tilla mund të krijojë ato që quhen dirty bombs, bomba me përbërje bërthamore, të afta që mund zhdukin një gjysmë qyteti, disa lagje, dhe teknikisht po sulmon me raketat vjetra, duke synuar konsumimin e antiraketave të Izraelit në atë domin, por që dihet që nga 100 raketat të hedhura 3 arrisin të godasin, pasojat mund të jenë shkatrimtare. Edvini vazhdon në për klubet, restorantet mondane me emra francez. Them se sot do të udhtoj, do të fluturoj si pule lagur drejt Shqipërisë, kur e di që ka kërcënime të haptas nga Irani, çmim sulmet kibernetike, por ka qenë një plan i detajuar për të sulmuar me dron mujahedinët për dhe Tirana. Tejet e çmendur kjo lëvizje sepse Shqipëria është vendi i NATO-s, por Irani në këtë çast është i dëshpëruar mund të bëjë çdo gjë. Nuk mund të puthësh me Alex Soros dhe të shikosh ato dark money-t e tua me investimet e fshehura këtu, thjesht edhe për vizitat mjekësore, kur rajoni është në rrezik. Klyshi Soros është epiteti më i mirë, nuk e meriton atë post, shqiptarët meritojnë më mirë. Ju faleminderit. Ju lutem, abonohuni te kanali në YouTube, subscribe, sa më shumë abonent, aq më madhe mundësia sponsorëve. Thanks.
Shqipëri.